Partia Demokratike i ka nisur një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Misionit të OSBE-ODIHR në Tiranë, ku i kërkon audit për votën e emigrantëve në Greqi dhe Itali, ndërsa SPAK-ut i kërkon të thellojë hetimet. Në letrën e Partisë Demokratike ngrihen shqetësimet lidhur me rrezikimin e integritetit të procesit zgjedhor në kuadër të votës së diasporës për zgjedhjet e 11 majit. Në raportin e Partisë Demokratike përfshihen problematika me parregullësitë me votën e diasporës në Greqi, por edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, në SBA apo në Britaninë e Madhe. Partia Demokratike pretendon se shkeljet kryesore kanë të bëjnë me dërgimin e parregull të zarfeve, zarfet lëna pa firmarsi në adresë të gabuar ose të marra nga persona të tretë. Të tjera problematika kanë të bëjnë me dërgimin e zarfit me 2 flet votimi, mungesë udhëzimi për votuesit, gjë e cila sjell që ata të bëjnë gabime dhe vota e tyre të dalë pa vlefshme. Në këto kushte Partia Demokratike kërkon një audit të gjithë logjistikës së votës së diasporës, hetim penal nga ana e SPAK-ut, si edhe dërgimin e misionit të OSBE-ODIHR-it në qendrat e diasporës, sidomos në Greqi dhe Itali. Gjatë një takimi elektoral në zonën e Fushkrujës ditën e sotme, kryeministri Edi Rama ka pasur edhe një moment pikant, duke qenë se këtë herë i kanë munguar episodet me thirrjet e famshme Ramaik, teksa i mbante fjalën përpara qytetarëve, kjo thirrje i erdhi direkte në vesh. Ramaik bërtiti një qytetar, Babloku ndërpreu fjalën dhe i shprehu dashurinë e madhe, duke thënë se kishte pritur shumë, aman vdeksha unë për ty, se po e prisja, rrofsh që kalove o hudhër, po e prisja, thash në Krujë duhet patjetër të dëgjoj një Ramaik që të plas syri i keq. Dhe ku e tha sa përmenda kënet ndoli bretkosa, vdeksha unë për ty. Tani po do ta merrni vesh rezultatin më 11 maj. Tani që u plas syri i keq, tha Rama. E po ka të drejtë në fakt se në këtë fushat elektorale, si shumë pak e ka dëgjuar për mos thënë as pak thirrjen në Ramaik. Apo siç e quan ai vet bufi i kënetës, e di që ai nuk i këndot dhe është lodhur duke futur njerëz për t'i bërë këtë thirrje. Edhe kjo mund të jetë vërtet, por e vërteta më e madhe është fakti se ky popull është lodhur, jo vetëm me Ramën, por me të gjithë këtë establishment. Dhe më 11 maj patjetër që kërkon ndryshimin. Do thoni ju si mund të vijë ndryshimi po me këta njerëz? Nëse ka vullnet, patjetër që ka mënyra të tjera. Kështu që thirrja e Ramaik tashmë duhet zëvendësohet nga populli shqiptar, ikni të gjithë. Ndaj edhe Babloku bën mirë të mos e marrë si hudhër këtë, apo si prishje e syrit keq për të rritur rezultatin e 11 majit, por si një thirrje të vërtet që prej kohësh buron edhe nga populli shqiptar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u mundua sot të prekte telat e zemrave të shqiptarëve vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit, duke thënë se nuk u kthye si politikan për pushtet, por si misionar. Berisha tha sot se për sa kohë Zoti i jep forcë dhe fryma, ai do të vazhdojë të luftojë për Shqipërinë dhe për të ardhmen e saj. Kur nuk heshta, u ktheva jo si politikan, por si misionar. Për sa kohë të më jap Zoti forcë dhe frymë, do luftoj për vendin dhe kombin tim. Ftoj shqiptarët të ndalim të keqen, ditën e diel të bashkohemi të votojmë ndryshimin për të bërë Shqipërinë madhështore. Kjo thirrje nuk është e keqe, për sa kohë rotacioni në çdo vend të botës do të ishte i nevojshëm pas 12 viteve të një qeverie në pushtet, edhe sikur kjo e fundit qeveriste në mënyrë perfekte, e jo më si është kadandisur vendi ynë. Por çështja është se thën nga vetë Sali Berisha, i cili është i pari që nuk dëshiron të fitojë dhe e di shumë mirë që nuk do të fitojë përballë Edi Ramës për shumë arsye që mediat i kanë denoncuar vazhdimisht, dhe fatmirësisht apo fatkeqësisht vetë populli i di, këto fjalë zhvlerësohen në korale. E sa për pjesën që është kthyer si misionar dhe jo si politikan për pushtet, edhe këtë populli e di fare mirë, sepse siç të gjithë e thon tashmë, ai u kthye pas 2 damkave që mori nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe, si edhe për rrezikun që i kanoset nga drejtësia për shkak të korrupsionit të kryer ndër vite në rang familjar. Në çdo cep të Shqipërisë prej ditësh e javësh tashmë po hidhet asfalt elektoral. Kjo është forma më klasike që përdor pushteti për të bler votat përmes ziftit, sepse votat nuk blihen vetëm me para në dorë. Ka 1001 forma për t'i bler ato. Po ilustrojmë me një shembull. Vetëm 4 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, Gjirokastra është kthyer në kantier emergjent. Fadromat, kamionët dhe asfaltueset kanë mbushur rrugët e qytetit. Ky është tipik një spektakël asfalti elektoral në regjinë e bashkisë dhe zyrtarëve lokal, që po luajnë kartën e fundit për të rrëmbyer votat në favor të qeverisë Rama, që po kërkon me ngulm një mandat të 4. Rrugët që kanë pritur riparime për vite e vite me radhë, po shtrohen tani me urgjencë në orët e vona të natës. Këto ndërhyrje nuk janë pjesë e ndonjë plani zhvillimit miratuar më parë, por janë urdhëruar direkt nga lart, si pjesë e një përpjekje të qartë për të krijuar iluzionin e punës, në një kohë kur votuesit janë më të ndjeshëm ndaj premtimeve dhe dhuratave të minutës së fundit. Qartazi Partia Socialiste ka zgjedhur rrugën e manipulimit vizual dhe abuzimit me parat publike për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, siç pretendon edhe vetë Edi Rama. Qeveria e Edi Ramës dëgjon thirrjen e opozitës së Sali Berishës dhe vendos shtyrjen e afatit të kartave ID të skeduara. Në këto kushte mbi 460.000 qytetarë do të lejohen të votojnë më 11 maj. Qeveria miratoi sot aktin normativ që shtyn afatin e skadimit të kartave të identitetit, duke i dhënë kështu mundësinë qytetarëve të votojnë më 11 maj. Skadenca tashmë e këtyre kartave ID është shtyrë për më datë 31 maj. Nga një analizë të dhënave rezulton se janë një numër i konsiderueshëm shtetësisht me të drejtë vote, të cilëve u ka kaluar apo u skadon afati i vlefshmërisë
së letër njoftimit elektronik dhe pasaportave biometrike deri më 11 maj. Këto janë dokumente të domosdoshme për të marrë pjesë në procesin e votimit. U shpreh ministri i Brendshëm Ervin Hoxha teksa komunikoi lajmin. Gjatë javës që u mbyll në zyrat e Ministrisë Financave përveç recepcionistëve dhe disa nënpunësve të nivelit ndihmës nuk ishte i pranishëm asnjë drejtor, shef sektori apo punonjës tjetër, sikur çdo ditë ishte fundjavë apo festë zyrtare. Burime brenda institucionit bëjnë të ditur se zyrat kanë qenë të kyçura pasi i gjithë stafi i ministrisë bashkë me automjetet e institucionit është transferuar për fushatë elektorale në qarkun e Fierit, konkretisht në qytetet Fier, Lushnjë, Patos, Roskovec dhe Mallakastër. Ata kanë braktisur punën me urdhër të drejtpërdrejtë të ministrit Financave Petrit Malaj, duke u ndarë në grupe elektorale të drejtuara nga drejtorë dhe shefa sektorësh me origjinë nga zonat e qarkut Fier për të bërë fushat pro Parti Socialiste. Sipas kodit zgjedhor, administrata publike ka kategorikisht të ndaluar angazhimin në fushat, por punonjësit janë urdhëruar nga ministri Malaj, i cili është edhe vetë kandidat për deputet në këtë qark. Askush prej punonjësve nuk ka guxuar ta kundërshtojë këtë urdhër elektoral nga frika e shkarkimit menjëhershëm, ndërsa urdhri për angazhim aktiv elektoral ka ardhur drejt për drejt nga kryeministri Edi Rama. Pamfleti ka siguruar informacione se punonjësit që po bëjnë fushat në shërbim të Partisë Socialiste po përdorin makinat e shtetit dhe po përfitojnë dieta financiare sikur të ishin në shërbim pune. Prej më shumë se 5 vitesh, Mbretëria e Bashkuar ka vendosur në vëzhgim intensiv Ballkanin Perëndimor përmes një task force speciale të drejtuar nga një zyrtar i lartë i ushtrisë dhe shërbimeve sekrete britanike. Kjo task force ka demonstruar efektivitet në rajon, sidomos gjatë krizës së Banjskës në Kosovë, ku Intelligence Service dhe forcat speciale SAS britanike luajtën një rol kyç në neutralizimin e Serbisë. Në Shqipëri, britanikët intensifikuan rolin e tyre sapo administrata e re Trump ndërpreu fondet mbështetëse për drejtësinë e re shqiptare. Londra ndërhyri menjëherë duke marrë përsipër mbrojtjen direkte të SPAK-ut. Sipas një raporti të rezervuar Turqia e Erdoganit po e shtrin gjithnjë më shumë ndikimin e saj në Ballkan përmes një politike agresive neo-otomane. Kjo është vënë re edhe në Shqipëri, ku Ankaraja ka ndërtuar një rrjet fuqishëm ndikimi që përfshin oficerët policisë dhe ushtrisë të arsimuar në Turqi gjatë 30 viteve të fundit. Materiali britanik thekson se Erdogan ka krijuar marrëdhënie direkte me shumë zyrtar të lartë në policinë e shtetit dhe shërbimin informativ shqiptar, duke e konsideruar këtë si një rrezik të mundshëm për sovranitetin dhe pavarësinë e institucioneve shqiptare. Raporti nuk përdor tone agresive ndaj Ankaras, duke qenë se Britania e Madhe mbetet një aleate strategjike e Turqisë në shumë çështje ndërkombëtare, siç është lufta në Ukrainë. Megjithatë, ai e cilson ndikimin turk në Shqipëri si shqetësues, duke paralajmëruar për pasojat që mund të ketë ky rrjet paralel në stabilitetin politik të vendit. Ndërkohë, burimet pavarura nga raporti britanik konfirmojnë se qarqet turke u kanë bërë thirrje kardëshllarëve brenda strukturave të policisë shqiptare që të mos përfshihen aktivisht në mbështetjen e fitores kryeministrit Edi Rama në zgjedhjet e ardhshme. Kjo sinjalizon një ndryshim të rëndësishëm në qëndrimin e Erdoganit, i cili synon të dëshmojë fuqinë dhe influencën e tij në Shqipëri, duke i dhënë një mesazh të qartë liderit shqiptar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dërguar sot një mesazh direkt popullit shqiptar, vetëm 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Mesazhi është shkurt dhe shqip. Mos lejoni të tjerët flasin për ju, por votoni pa frikë. Mos lejo të tjerët flasin për ty. Vota jote është vetëm e jotja. Voto pa frikë është mesazhi fjalë për fjalë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës përcjell përmes ambasadës së tyre në Tiranë. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit janë një moment kyç për vendin ton, pasi ose konfirmohet Edi Rama në pushtet në një mandat 4 pa precedent, ose ndodh rotacioni pas 12 viteve. Shpesh partitë politike dhe liderët e tyre në vendin ton i kanë mbajtur syt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çdo gërmë mesazhi që vjen prej andej për të lexuar nën rreshta se këmbështesin, por edhe mesazhi i sotëm konfirmon edhe një herë tjetër se ata flasin vetëm për dhe me popullin shqiptar. Situata e rendit dhe sigurisë në Shqipëri po përkeqësohet çdo ditë më shumë me rritjen e rasteve të vrasjeve, plagosjeve, vendosjes së tritolit, rrëmbimeve, gorabitjeve të banesave dhe bizneseve, përdhunimeve, aktivitetit të prostitucionit, trafikut të drogës dhe armëve, madje edhe kontrabandës së floririt me mjetet e policisë dhe implikimin e drejtuesve të lartë të policisë në aktivitete kriminale. Ndërkohë që kjo valë e rënd kriminale ka shkaktuar panik dhe pasiguri tek qytetarët, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda duket krejtësisht indiferent, edhe pse ministri i Brendshëm Ervin Hoxha dhe kryeministri Edi Rama e promovuan atë si një dorë të fortë që do të vendoste rend dhe qetësi. Proda e ka zhvendosur vëmendjen në aktivitet politik elektoral dhe tender të dyshimt. Në një tender të hapur më 5 maj, Ilir Proda ka vendosur të marrë me qira automjete për policinë e shtetit në një procedurë që kap shumën prej 5.5 milion eurosh me TVSH të ndarë në 2 lote. Procedura do të zhvillohen më 28 maj duke përfituar një trajtim të posaçëm me pretendimin e nevojës urgjente. Një analizë thjesht tregon se me këtë shumë policia mund blinte rreth 275 automjete të reja me një kosto maksimale prej 20.000 eurosh secila, duke siguruar kështu një aset të qëndrueshëm për institucionin. Në vend të kësaj, Ilir Proda ka zgjedhur të vazhdojë praktikën korruptive të marrjes automjeteve me qira duke favorizuar bizneset pranë qeverisë. Më datë 1 maj 2025, naftëtarët e kompanisë koncesionare Bankers protestuan masivisht para zyrave të kompanisë në Marizë kundër pagave të ulta dhe mashtrimeve të vazhdueshme gjatë 7 viteve të fundit, ndërkohë që kompania kineze ka fitime marramendse që arrin deri në 400 milionë euro në vit. Qeveria shqiptare heshti dhe vazhdon të heshtë. Më datë 3 maj 2025, shembja e një masivi minerali në fabrikën e ferrokromit në Burreli mori jetën punëtorit 29 vjeçar Ardit Beshiри. Tragjedia ndodhi për shkak të kushteve të mungesës së sigurisë në punë, përgjegjësie drejt për drejt e koncesionarëve turq dhe nën kontraktorëve kinez. Babai i viktimës Nerim Beshiri
Beshirit deklaroi se pronarët turq dhe kinez të kompanisë Tete Albania Burrell u zhdukën menjëherë pas ngjarjes dhe nuk janë parë më në fabrikë. Në vend që të përdorte struktura të specializuara, qeveria dërgoi vetëm 6 ushtar me kazma dhe lopata për të kërkuar trupin e humbur. Ndërkohë, një muaj më parë, kryeministri Rama u informua për një raport konfidencial të tatimeve dhe doganave që tregonte se kompania tjetër turko-kineze Beral Bnesco Metal në Fusharrës deklaron vetëm 30% të mineralit që realisht nxjerr dhe eksporton, duke raportuar gjithnjë bilance fiktive me humbje. Gjithashtu, kompania turke Yildirim Albania Mining Investments, që shfrytëzon minierën e kromit në Bulqiz, nuk ka zbatuar asnjë detyrim kontraktual për sigurinë, pagat apo kushtet e punës. Në rastin e fundit tragjik të humbjes së jetës së Ardit Beshirit në Burrell, pronarët turqë e kinez u lejuan të largoheshin nga vendi ndërsa policia regjistroi ngjarjen si aksident nga pakujdesia. Ky është vetëm një episod tjetër që dëshmon bashkëfaqësinë dhe heshtjen e qeverisë Rama përballë abuzimit kriminal të koncesionarëve të huaj. Presidenti Bayram Begaj uroi sot kancelarin gjerman Friedrich Merz pasi ky fundit mori detyrën. Në mesazhin drejtuar kancelarit gjerman, kreu i shtetit shqiptar vlerëson vëmendjen e vazhdueshme të Gjermanisë mike ndaj Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Për Shqipërinë dhe shqiptarët, Gjermania është vendi mik dhe mbështetës i përhershëm në rrugtimin tonë europian, thot Begaj. Presidenti shpreh besim plot që një mbështetje e tillë do të forcohet më tej në drejtimin e kancelarit Friedrich Merz. Nuk ka tym të bardhë në Kosovë. Vendi është zhytur thellë në krizë politike dhe institucionale. Sot dështoi edhe përpjekja e 12 për konstituimin e kuvendit. Kryesuesi i seancës Avni Dehari, lëvizjes vetëvendosje, insistoi që zgjedhja e kryeparlamentarit të ndodhë përmes votimit të fshehtë. Ai kërkon nga partitë politike të propozojnë emrat për formimin e komisionit verifikues, mirë po partitë e opozitës, por jo vetëm. PDK, LDK, AK, Nisma apo Lista Serbe nuk ju përgjigjen kësaj ftese. Në seancën e sotme plenare ishin 113 deputet pranishëm. Lëvizja vetëvendosje nuk po arrin dot siguroi 61 vota për të miratuar kandidaten e tyre Albulena Haxhiun kryet parlamentit të Kosovës. Tentativa e radhës do të bëhet më det 9 maj. Nga ana tjetër kujtojmë se LDK dhe kryetari i saj Lumir Abdigjiku kanë refuzuar një ditë më parë ftesën e kreut vetëvendosjes Albin Kurti për të bashkëpunuar në formimin e qeverisë së re. Lidhja Demokratike e Kosovës i sugjeron Kurtit një qeveri tranzicioni me gjasa vendi mund të shkojë sërish në zgjedhje të reja. Selia e Shenjtë e Vatikanit ka mbyllur dyert tashmë dhe bota po pret papën e ri. Do të ketë tym të bardha apo të zi prej andej? Konklava ka nisur me ritin e shenjtë dhe betimin e fshehtësisë. 133 kardinal vendosin për fatin e Kishës Katolike dhe ndikimin e saj në rendin global. Pas vdekjes së Papa Francesku, Selia e Shenjtë ka hyrë në një nga momentet më vendimtare të historisë së saj moderne. Tashmë pritet përcaktohet udhëheqësi i ardhshëm i mbi 1.3 miliard katolikëve në botë. Procesi ka nisur në Bazilikën e Shën Pietrit, udhëhequr nga kardinali Giovanni Re. Predikimi i tij i drejtohej jo vetëm klerikëve, por të gjithë botës katolike, duke artikuluar sfidat e reja që Kisha duhet përballojë në epokën pas Frangj. Konklava e këtij viti karakterizohet nga polarizimi i thellë brenda kolegjit kardinalëve. Njëra palë kërkon vijimsinë e rrugës së reformave dhe hapjes së Papës Frangj, tjetra kërkon një rikthim drejt konservatorizmit tradicional. Rikthehet konflikti mes Indisë dhe Pakistanit. Sulme me raketa gjatë natës kanë lënë pas një bilanc tragjik, 29 viktima dhe 46 plagosur. Sulmet e natës së djeshme me raketa vinë si kundër përgjigje për ngjarjen e 22 prillit, ku humbën jetën 26 persona, shumica turistë. India fajson Pakistanin për këtë ngjarje, ndërkohë për këto sulme tragjike të natës reagoi edhe presidenti amerikan Donald Trump. Është për të ardhur keq, sapo e morën vesh. Mendoj se njerëzit e dinin se diçka do të ndodhte bazuar pak nga e kaluara. Ata kanë luftuar për një kohë të gjatë, shpresoj vetëm që të përfundojë shumë shpejt, thot Trump. Ndërkohë për sulmin e natës me raketa nga India, Pakistani në reagim thotë se kanë të drejtë të kundërpërgjigjen. Ushtria pakistaneze tha se rrëzoi 5 avion luftarak indian. Një video e shkurtër po bën xhiron e botës. Bill Gates, themeluesi i Microsoft dhe një nga figurat më me ndikim në teknologjinë globale, shpreh qartë: "We weren't born to do jobs", ose në gjuhën shqipe përkthyer si "ne nuk lindëm për të punuar". Një fjali e thjeshtë, por që shpërthen si një granat në mes të një rendi botror të ngritur mbi punën, produktivitetin dhe sakrificën njerëzore për mbijetesë. Kjo deklaratë nuk është thjesht një mendim personal i një miliarderi, ajo është një kritikë e thellë filozofike, sociale dhe ekonomike ndaj sistemit në të cilin jetojmë. Bill Gates përmes kësaj deklarate risjell në vëmendje një pyetje që filozofët e lashtë greke ngritën mijëra vite më parë: cili është kuptimi i jetës njerëzore? Sepse ndoshta nuk lindëm për të punuar, por për të kuptuar pse lindëm, dhe tani teknologjia na sfidon ta provojmë.